Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Vazhdojmë sot inshallah me gjërat e tjera. Jemi pra te lufta e Uhudit, pjesa e katërt. Herën e kaluar se lidhur me luftën e Uhudit ka shumë transmetime, detaje, prandaj edhe në këtë kurs më të avancuar, domethënë se të zakonshëm të sirës, ku mundohemi që t'i përmbledhim gjitha ato transmetime të cilat janë vënë lidhur me luftën e Uhudit. Herën e kaluar folëm për Hamzën, rënien shahid të Hamzës, dhe i tregum detajet se si domethënë Wahshi ishte premtuar Wahshit që të lirohej nga robrimi nëse e vret, pra ishte një shigjetar shumë i fuqishëm dhe ai e vret domethënë me shtizë nga shpina, pastaj treguam se si është mërzitur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vdekjen e tij dhe të gjitha tjera domethënë çka ishin me rëndësi i përmendën. Gjithashtu herën e kaluar folëm edhe për largimin e shigjetarëve, pra pasi që muslimanët ishin forcuar, domethënë dhe kishin avantazh në luftë, për shkak se shigjetarët u larguan nga vendi ku i tha pejgamberi alayhis salam, ndodhi kthimi i Halid ibn Walidit dhe kur u kthy dhe i ra nga mbrapa, domethënë ushtrisë së muslimanëve, atëherë ndodhi kausi në betejë. Të gjitha këto i shpjeguam herën e kaluar, domethënë në sirën në luftën e Uhudit 3. Nëse ju kujtohet, ne tham se i pari i cili e pa këtë taktikë të Halid ibn Walidit ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se domethënë sahabët e kishin vendosur atë në një pikë strategjike që ta sheh tër betejën dhe nga atje ti udhëheq. Pra ishte më lart, domethënë në malin e Uhudit, dhe prej këtij pozicioni e shihte edhe vendin e shigjetarëve, pra atë malin e shigjetarëve, edhe e shihte tër fushbetejën. Dhe kur Halid ibn Walid kthehet dhe i bie nga mbrapa, domethënë shigjetarëve që kishin dalë poshtë në fushbetejë, sepse mendonin që është kryer lufta dhe do ta merrnin prenë e luftës, pejgamberi alayhis salam nga kjo pozitë i pa dhe ai ju tha, domethënë ishte i pari i cili i bërtiti o musliman, keni kujdes se ata po ju vinë nga mbrapa. Dhe me këtë identifikohet vendodhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë e kuptojnë disa prej kurreshëve që po vjen zëri prej andej, e kuptojnë që është zëri i Muhamedit alayhis salam, kështu që fillojnë ta ndjekin. Dhe herën e kaluar kemi thënë se mundësitë janë që ky kontingjenti domethënë batalionit të Halid ibn Walidit mund të ketë 150 vetë, sipas disa kalkulimeve. Dhe paramendoni tani të gjithë këta të vinë që t'i vërsulën pejgamberit alayhis salam, çfarë rreziku i madh do të ishte kjo gjë. Në këtë moment e kuptojmë se me pejgamberin alayhis salam ishin 9 sahab, 7 ensar dhe 2 muhaxhir, të cilët ishin domethënë Sad ibn Abi Waqqas dhe ishte Talha. Domethënë 2 sahab të cilët i kemi përmendur disa herë në sira, pra prej domethënë atyre që kanë bërë hijretin me pejgamberin alayhis salam, prej atyre që kanë pranuar islamin herët, dhe kur
pejgamberi alayhis salam e sheh se janë duke u afruar afër vendodhjes së pejgamberit alayhis salam, i thot kush do t'i përballet këtyre njerëzve, kush i del këtyre njerëzve përpara që t'jetë i shpërblyer me xhenet. Apo domethënë ai i cili do t'i del këtyre përpara do t'jetë shoku im në xhenet. Dhe në këtë rast domethënë Talha me njëherë dëshiron të shkoj, mirë po pejgamberi alayhis salam i thot që të qëndroj afër pejgamberit alayhis salam. Dhe shkon njëri prej ensarëve. Pra si duket kjo ishte një taktikë që njëri prej tyre ti dekoncentroj domethënë këtë batalionin e armikut që të shkojnë të luftojnë me të, dhe ndërkohë këta e mundueshin që ta çonin pejgamberin alayhis salam në një vend më të sigurt, sepse ensarët e njihnin mirë malin Uhud dhe e tërhiqte pejgamberin alayhis salam ka një shpellë e vogël apo një vrim e vogël në shkëmbi, domethënë që të ishte më i sigurt pejgamberi alayhis salam. Dhe ky ensari shkon lufton me ta dhe domethënë vjen shahid. Dhe kështu një nga një këta ensarët shkojnë të shtatit domethënë e marrin vëmendjen e armikut dhe vinë shahid një nga një. Domethënë duke vdesën duke mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë pejgamberi alayhis salam i thotë se do ta fitojnë, do të jenë shokët e tij në xhenet. Domethënë në këtë moment ishte afër pejgamberit alayhis salam Saad ibn Abi Waqqas dhe Talha ibn Ubaidillah. Dhe çfarë po ndodh tani? Domethënë ata ishin të njohur të dytë si shigjetar apo harkëtar shumë të zot, dhe gjuanin sa mundin, domethënë me si me thënë breshëri prej shigjetave. I gjuanin me gjithë forcën e tyre ka mund t'i vresnin domethënë armikun që të mos i afrohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe domethënë kur pejgamberi alayhis salam në një rast deshi të del pak prej domethënë që të shikoj prej këtij vendit ku ishte, që të shikoj se çfarë po ndodh dhe deri ku domethënë ka arritur situata, Talha i thot: "O i dërguari i Allahut, domethënë i sakrifikosha nënën dhe babain tim për ty." Kjo ka qenë një shprehje arabe, kemi përmendur edhe më herët, që kanë përdorur këtë, po në fakt kjo bën të thuhet vetëm për pejgamberin alayhis salam. Domethënë nuk bën të thuhet për dikë tjetër, këta e kanë pasur zakon më herët në para islamit, e kanë pasur si shprehje, e dim ka si shprehje për shembull, domos në Shqipëri e përdorin u bësha kurban për ty ose vdeksha për ty ose gjëra të tilla, domethënë por te arabët kohë të pejgamberit alayhis salam ka qenë kjo shprehje i sakrifikosha domethënë nënën dhe babain për ty, në atë kuptimin vdiqshin ata e ti rrnofsh. Dhe i thot kështu Talha, i thot mos shiko jashtë, se ndoshta një shigjet e humbur do të vi dhe do të godas. I thot gjokësi im në vend të gjokësit tënd. O i dërguari i Allahut, më lejo të bëj roje përpara trupit tënd. Domethënë ata dytë ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse të tjerët ishin domethënë ishin rënë shahid. Ky grupi i 9 sahabëve që ishin me pejgamberin alayhis salam, të 7 ensarët rënë shahid dhe mbeten vetëm këta. Dhe me të vërtetë Talha ka pasur shumë domethënë plagë në trupin e tij duke mbrojtur pejgamberin alayhis salam. Prandaj edhe shton për të kush dëshiron me pa një shahid i cili ecën mbi tokë, pra është njeri gjallë, ecë mbi tokë, po është shahid, le ta shoh Talha ibn Ubaidullah. Domethënë edhe pse nuk ka rënë shahid, ai
e ka gradën si të shahidit për shkak të kësaj çfarë ka bërë. Njëjtë edhe Sadi, Sadi ibn Ebi Bekas, të cilët i cili vazhdimisht domethënë gjunte shigjeta dhe pejgamberi alayhis salam i mbledhte shigjeta që bishin për armikut dhe ja jepte Sadit, domethënë që ai ti gjuante dhe i qëndronte shumë afër pejgamberit alayhis salam. Dhe në këtë rast pejgamberi alayhis salam e ka thënë këtë që e thamë më herët që e tha Talha për pejgamberin alayhis salam dhe që sahabët tjerë e kanë thënë, mirë po pejgamberi alayhis salam këtë frazë nuk ja ka thënë askujt pos Sad ibn Ebi Bekrs. Këtë fidake ebi ve ummi që e kanë, më thënë si shprehje, e sakrifikosha nënën dhe babain tim për ty. Këtë gjë ja thot Sad ibn Ebi Bekrs. Dhe i thot, e sakrifikosha nënën dhe babain tim për ty o Sad, qëllah, dhe më thënë me shigjeta qëllah. Dhe kjo shprehje ka qenë çka për të cilën ka qenë gjithmonë krenar sa ka jetu Sadi, sepse për vetmin sahab që ka thënë këtë gjë ka qenë Sad ibn Ebi Bekrs në betejën e Uhudit. Pra kjo është e vetmja herë që është dëgjuar këtë gjë, do të thënë në sira. Dhe sigurisht Sad ibn Ebi Bekrs dhe Talha janë prej 10 sahabëve të cilët janë përgëzuar me xhenet. Dhe një prej meritave të mëdha është edhe kjo lufta e Uhudit. Pra subhanallahu do të shohim tani në vazhdim se si çfarë gatishmërie kanë sahabët për të flijuar çdo gjë vetëm për ta mbrojtur pejgamberin alayhis salam. Nga këta dy dhe nga raste tjera. Është një hadith interesant, domethënë në këtë rast që na mëson diçka që Talha ishte duke e mbrojtur nga pejgamberi alayhis salam. Por derisa Sadi kishte vetëm harqet dhe shigjetat, Talha kishte edhe shpatën. Dhe luftonte herë gjunte shigjeta kur afrohej dikush, domethënë luftonte me shpatë dhe në një moment duke luftuar me dikë ja priu domethënë gishtat Talhës dhe filloi të dilte domethënë gjak dhe ai në atë moment bëri domethënë të përdor në arabe si na kur themi uf për të djeg diçka, kur të domethënë dhem diçka. Dhe pejgamberi alayhis salam i ka thënë Talhës në këtë moment, thotë, Talha sikur të kishe thënë bismillah në vend të kësaj uf. Thotë atëherë do të kishin ngritur engjëjt dhe njerëzit do të shikonin qysh je ngritur lart në qiell. Pra subhanallah, është një mësim që nëse vrahemi diçka, nëse dëmtohemi diçka, qoftë ne, qoftë dikush prej të afërmëve në atë moment, është mirë të themi bismillah me emër të Allahut, pra e fitojmë një shpërblim shumë të madh, më mirë se sa me thënë kuku e tjera tjera. Dhe Ebu Bekri për shembull çdo herë sa e ka përmend betejën në Uhud thoshte e tërë kjo ditë ishte dita e Talhës. Pra duke dashur që të tregoj se çfarë roli të rëndësishëm ka luajtur Talha në luftën e Uhudit, në mbrojtjen e pejgamberit alayhis salam. Ebu Bekri luftën e Uhudit, ditën e Uhudit e quante dita e Talhës. Pra lufta aty ishte me tërë shpirtin, mbrojtja aty ishte me tërë shpirtin. Në ekran e keni një foto që duket një shpellë, mi thënë, nuk mund të themi bash shpellë, po është një vrim në shkëmb, që domethënë sipas dietarëve supozohet se ky është vendi ku është shefur pejgamberi alayhis salam, ku domethënë e kanë orientuar ansarët që të futë aty, dhe që ka hapësirë sa një apo 2 vetë, domethënë të hyjnë më shumë nuk ka hapësirë. Dhe pranë kësaj shpellë, pra, Sadi dhe Talha nuk hynin, po e mbronin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kësaj kohe,
filluan edhe disa nga sahabët që të kuptojnë se ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe filluan domethënë të shkojnë edhe ata që ta ndihmojnë. Njëri prej tyre ishte Katade, i cili shkon te pejgamberi alayhis salam dhe fillon ta mbron atë armiku, domethënë gjunin aq shumë shigjeta, sa që dukeshin që po dalin prej domethënë gjitha anëve. Dhe shigjeta e dini domethënë është një gjë shumë e rrezikshme, është vdekjepruese, është e rrezikshme sepse nga larg, nga ajri të vjen edhe ti domethënë papritur, nuk e kupton çka po ndodh dhe ta shkakton vdekjen. Prandaj edhe Katade mundohej edhe ai sikurse dy shokët e tij që ta mbrojnë pejgamberin alayhis salam me çdo kusht. Dhe ai thot në një transmetim që vet e tregon. Thot fillova ti shikoj, ti monitoroj shigjetën. Sa herë vinte një shigjet, e bllokoja atë me trupin tim që mos ta godas pejgamberin alayhis salam. Thot derisa e pash një shigjet që po vinte dhe nuk munda me përdor, domethënë qasi situatet, qasi gjendje, qasi pozite të trupit ka qenë, që s'ka mujt me asgjë tjetër me mbrojt pos me ftyrën e tij. Thot nuk munda me mbrojt me diçka tjetër për pos me ftyrën time. Thot edhe e bëra kët edhe shigjeta më goditi direkt në sy. Dhe kur pejgamberi alayhis salam e pa kët, filluan t'i rrjedhin lot. Dhe filloi të lutej. Domethënë kur e pa kët sakrificë që në sy shigjeta i ka hyrë Katades për ta mbrojtur atë, pejgamberi alayhis salam filloi të qalë. Dhe filloi të lutej, tha o Allah, Katade e ka mbrojtur pejgamberin tënd me ftyrën e tij. Pra le të bëhet syri i tij i vrarë, syri i tij që sheh më së miri. Dhe subhanallah, pejgamberi alayhis salam bën dua, e nxjerr shigjetën prej syrit të Katades. Dhe subhanallah, thot Katade, thot ai sy u shërua menjëherë. Dhe u bë më i miri nga të dy sytë e mi dhe më i sakti, domethënë në pamje. Shihja më mirë me të se sa me syrin tjetër që nuk është plagosur. Pra, këto janë domethënë disa momente të vështira në jetën e pejgamberit alayhis salam. Gjatë këtij kaosi pejgamberi alayhis salam plagos. Sa herë dhe nga kush, disa transmetime thonë një herë, disa thonë 2 herë, disa më shumë. Allahu e din më së miri, por nëse i shikojmë transmetime duket sikur u plagos të paktën 3 herë të ndara në 3 vende të ndryshme. Po, domethënë, për që u plagos, kemi hadithe të sakta për këtë gjë, mirë po lidhur me atë se ku dhe si, domethënë ka diskutime mes transmetuesve. Në një domethënë te Buhariu dhe te Muslimi, pra është hadithi që thotë ata ju vërsulën pejgamberit alayhis salam me qëllim që ta mbysnin. Domethënë ata qëllimin e kishin me vrarë pejgamberin alayhis salam, prandaj domosdoshme do të plagosët dikun kur të gjithë vërsulen me atë qëllim që ta vrojnë. Një transmetim është lidhur me Utbe ibn Abi Waqqas. Subhanallahu, sa interesant këtu. Pra sa e përmendën Sa'd ibn Abi Waqqas, për cilin pejgamberi alayhis salam ka thënë o sakrifikojmë nëna dhe babai për ty, që ka mbrojt me tërë qenin e vet pejgamberi alayhis salam. Tani ky Utbe është vllau i tij, por në anën e kundërt, pra në anën e jo besimtar. Derisa njëri vllau po e mbronte me çdo kusht, vllau tjetër është që e qëllon pejgamberin alayhis salam me një gur në fytyrë, me që rast ja domethënë
ja lëndon nufullën e sipërme, ja pren në një vend, buzën e epërme dhe i thehet një dhëmb i përparën pejgamberit alayhis salam. Domethënë, ishte një dëmtim i madh i anës së tij. Gjithashtu ai lëshon një shigjet nga larg, e cila hyri në një vend, domethënë ku pejgamberi alayhis salam ka mburoja, domethënë e pejgamberit alayhis salam dhe depërtoi shigjeta nëpërmes saj dhe ju ngul në faqet e pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo ishte plaga më e keqe. Dhe ka edhe një plagë tjetër që është shënuar prej Abdullah ibn Shihab az-Zuhrit, i cili afrohet pejgamberit alayhis salam dhe plagos në bazë. Ky është një kalors shumë i fuqishëm dhe e godet pejgamberin alayhis salam në krah aq fuqishëm saqë pejgamberi alayhis salam mbi një muaj pat ndjerë dhimbje të madhe nga kjo plagë. Dhe mezi ja ka zhvesh prazmorën e dyfish, domethënë pasi që ka përfundu lufta për shkak të kësaj plage të madhe. Pra këto gjëra janë shënim për lidhur me plagosjen e trupit të bekuar të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe a ka gjë domethënë më të rëndë dhe gjë më të keqe për një popull se sa ta luftoj të dërguarin e Zotit, i cili ka ardhur që të shpëton, i cili nuk bëri gjë tjetër pos që i thret ata në shpëtim dhe në xhennet. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam i thot domethënë e thot një shprehje në këto momente për shkak se ishte plagosur dhe për shkak se po e sheh se çfarë gjendje të keqe, çfarë mëkati janë duke bërë populli i vet, thot si do të shpëtoj populli i cili ja pren fytyrën pejgamberit të tij dhe i cili ja pren krahun në çastin kur ai i thret ata në fenë e Allah. Subhanallah. Pra me këtë shprehje si do të shpëtoj ky popull. Si me thënë se ky popull nuk do të mëshirohet përderisa të dërguarit e Allahut ja bën këtë. Mirë po subhanallah, zbret ajeti kuranor i surës Ali Imran, ajeti 128, ku Allahu e përmirëson pejgamberin alayhis salam. Dhe i thot nuk varet prej teje nëse do ta pranoj ai pendimin e tyre, ose do t'i lë në vuajtje, sepse ata janë me të vërtetë mizor. Pra, nga përfundimi po kuptohet, domethënë që Allahu po i klasifikon si mizor, si dhunues, si zullumqar me këtë çfarë kanë bërë. Është një gabim shumë i madh i tyre të zgjedhurin e Allahut, domethënë pejgamberin e Allahut ta godasin këtë mënyrë vetëm se i thret në rrugë të drejtë. Por, përmirësimi për çka ashtu? Se megjithatë, edhe pse i dërguar i Zotit i zgjedhur i tij, a do të mëshirohen këta njerëz apo jo, a do të falen apo jo, nuk varet prej. Pra kjo është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Vetëm por për shembull Allahu e lejon. Kjo është një gjë interesante se për shembull në çështjen e Taifit, kur pejgamberi alayhis salam e gjuajnë me gurë dhe aty gjakosët e tjerë, do të thënë Allah ja dërgon melekun e maleve dhe i thot nëse ti don po i denojmë këtë popull, dhe pejgamberi alayhis salam thot jo, sepse shpresoj që do të udhëzohen ata pra me mëshirën e vet. Mirë, po në këtë rast pejgamberi alayhis salam me këto momente kritike e ka bërë si në formë të pyetjes çysh ka me shpëtu ky popull, por një farë mënyrë është se sikur s'kan shans me shpëtu ky popull. Dhe këto Allah thot nuk varet prej teje. Po, ata janë shumë i zor, po a do t'i fal, a nuk do t'i fal Allahu, nuk varet prej konstatimit. Siç e shohim edhe më vonë, domethënë shumë nga këta edhe udhëzohen, për shembull një prej tyre është Halid ibn Abi Walid,
domethënë i cili është kryesori që e bëri këtë rikthim të sulmit të Kurejshve dhe tër lufta, domethënë disfata që ju bë muslimanëve ju bë prej tij, po planet e Allahut janë domethënë me urtësi shumë të madhe. Pikrisht Halidi bëhet ai i cili e merr më vonë nofkën shpatë e Allahut, për shkak se nuk e humb asnjë luftë në dobitën muslimanëve. Dhe pejgamberi alayhis salam menjëherë pendohet për këtë gjë dhe kthehet dhe thot: "O Allah, udhëzoje popullin tim sepse ata nuk dinë." Pra, është pejgamberi mëshirës dhe shikoni mëshirën e tij, udhëzoje këtë popull sepse nuk dinë. Sikur të kishin ditë çfarë mëkati i madh është ky, nuk e kishin bërë. Por janë popull ignorant që nuk dinë dhe luftojnë pejgamberin e Zotit. Është domethënë një gjë që duhet analizojmë edhe duhet të reflektojmë. Si ka mundësi që i dërguari i Allahut po plagoset, po gjakoset, po i thehet nofulla, po i dëmtohet krahu, po i shkyhet faqja e tjera. Këto gjëra kanë ndodhur me lejen e Allahut. Pra Allahu subhanahu wa taala sikur të kishte dashur, asgjë nuk kishte ndodhur pejgamberit alayhis salam. Por kjo botë është sprovë dhe do të shihet se kush do të jetë kundër tij dhe kush do të jetë me të. Sikur mos të ishte në këtë rrezik pejgamberi alayhis salam, si do të vinte në pah gatishmëria e sahabëve për ta mbrojtur atë me trupin e tyre, me tërqenien e tyre. Domethënë Allahu don nga ne sakrificë, ndërsa s'ka nevojë për ne, sepse ai mund ta ndihmoj vetë pejgamberin alayhis salam, por me këtë gjë ne po sprovohemi. Sepse në anën tjetër ka disa transmetime se Allahu e mbrojti pejgamberin alayhis salam. Pra në disa raste lejoj që diçka të dëmtohet, ndërsa në shumicën e rasteve nuk lejoj, sepse rreziku ishte kaq i madh, domethënë që nuk kështu me shiku nga në aspektin e dynjas, nuk ka mundësi të shpëtojë njeri prej gjithatij sulmi. Por prej transmetimeve kuptojmë se ishte diçka e jashtëzakonshme që apo ndodhi. Për shembull, Xhubejri Rafet e kam dëgjuar një muhaxhir duke thënë: "Kam qenë në Uhud dhe kam parë se si binin shigjeta nga gjitha anët drejt Resulullahut, por asnjëra nuk e qëllonte në atë çast, të gjitha dëboheshin nga ai." Pra, domethënë nuk e ka kuptuar se si po dëboheshin, largoheshin, thënë Allahu e mbronte. Gjithashtu Abdullah ibn Shihab az-Zuhri bërtiti: "Ku është Muhamedi, ma tregoni atë. Nëse pas kësaj ai shpëton, atëherë le të vdesun." Ndërsa pejgamberi alayhis salam qëndronte para tij, vetëm, pa asnjë sahabë afër tij, mandej ai kaloi pranë pejgamberit alayhis salam dhe nuk e sheh fare. Domethënë Allahu ja bëri të padukshëm Muhamedit alayhis salam. Gjithashtu është një transmetim tjetër për Safuanin, i cili është parë duke bërtitur, duke thënë: "Për Zotin, as unë nuk po e shoh dot. Betohem me Zotin se ai është i padukshëm për ne." Pastaj thot: "U morëm vesh që ne të dy së bashku ta mbysnim atë, por nuk mund ta bënim, nga se ai ishte i padukshëm për ne." Domethënë nuk mund ta shihnin atë. Gjithashtu ka një transmetim prej një sahabiu i cili thot: "Dy njerëz me veshje të bardha luftonin si as kush tjetër, domethënë nuk kemi parë dikë se mund të luftonte në atë mënyrë dhe e mbronin pejgamberin alayhis salam me shpatë. Pra luftonin si as kush tjetër, domethënë luftonin me një fuqi më të madhe se sa njerëzore. Pra ishin dy melek që Allah i kishte caktuar që ta mbronin pejgamberin alayhis salam. Pra, kemi thënë edhe në kohën në periudhën e Mekës se krejt ato që donin t'i bënin pejgamberit alayhis salam, ishte ligji i Allahut që ndonjëherë e mbronte
atë që asnjë gjë mos të dëmtohej dhe ndonjëherë lejonte domethënë që të bëhej një dëm e për ta shpëtuar prap që krejt këto të ishin mësim për ne. E para si do të ndiheshin ata të cilët e kanë besuar, e dyta se sa të këqij janë ata të cilët çfarë dëmi mund të bëjnë ata të cilët nuk besojnë. Pastaj në raste të tjera e mbronte ashtu që edhe ata që nuk besojnë të kuptojnë se ky është i mbrojtur prej fuqisë së Allahut, si dhe t'i forcojë besimin këtyre që e kishin besuar. Pra kemi përmendur raste kur për shembull i kanë hedhë zorët e devës mbi kokën e tij, apo kur e kanë ngulfatur me një rrobë. Mirë po kemi pas raste për shembull kur Ebu Gjehli betohet se nëse e shen sejdë ka me shku dhe ta vret dhe si t'i afrohet pejgamberit alayhis salam fillon mu mbrojt me durr dhe thonë shokët e tij, "Ha, pse se sulmove kur u betove që ki me sulmu?" I thot, "Vallahi e pash një humner mes meje edhe ti që ishte e mbushur me zjarr dhe disa deve të zjarrta që donin të më sulmonin dhe të më hanin, prandaj edhe u largova." Pra Allah e mbrojti pejgamberi alayhis salam. Pra gjitha këto janë domethënë mësime që të kuptojmë se është i dërguari i Allahut dhe të kuptojmë që është njeri sikurse të tjerët, po që ne po sprovojmë për këtë gjë. Si edhe sot për shembull, shumë njerëz thonë si s'po e ndihmon Allahu Palestinën e tjera e tjera. Do thënë Allahu s'ka nevojë për asnjërin prej neve mund ta mbrojë vetë, por Allahu me urtësinë e tij ka vendosur ligje në to, që secili do të sprovohet në raport me sprovën që ja çon. Pra dhe ne jemi duke u sprovuar sapo domethënë bëjmë dua për ta, sapo dërgojmë sadaka, sapo folim për çështjen e tyre, domethënë me ato mundësi çka i kemi. Dhe nuk është domethënë që Allahu ka nevojë për neve që ta mbrojë atë, por Allahu është ai i cili i cakton rregullat dhe Allahu është ai i cili i dërgon sprovat dhe i hjek sprovat dhe i shpërblen shumë ata të sprovuarit nëse në këtë rrugë vdesin duke ju mbështetur Allahu subhanahu wa taala. Në ndërkohë ndodh një gjë që njëri prej kurejshve në këtë moment domethënë e vret Musab ibn Umairin dhe i duket që Musab ibn Umairi i duket i ngjajshëm me pejgamberin, domethënë i duket që është pejgamberi alayhis salam. Sepse me të vërtetë kanë rrëfyer, kanë treguar se ngjyrën e lëkurës e kishte të njëjtë kurse pejgamberi alayhis salam, edhe disa veçori të pamjes së fytyrës i kishte të ngjajshme. Dhe në këtë ditë e kishte një rrobë të njëjtë, domethënë kishte një veshje të njëjtë sikurse pejgamberi alayhis salam. Prandaj edhe kjo ishte arsyeja që mendoi ai se e ka vrarë pejgamberin alayhis salam. Domethënë filloi që ta shpërndaj këtë lajm duke thënë e kanë vrarë Muhamedin, e kanë vrarë Muhamedin. Ky ishte Abdullah ibn Kamia, i cili me shpejtësi hyri midis kurejshve, domethënë dhe e përhapi lajmin dhe njëkohësisht këtë lajm e dëgjuan edhe një pjesë e muslimanëve. Në një farë mënyre kishte një urtësi që shpërnda ky lajm, sepse ushtria e armikut kur e kuptuan që kur menduan domethënë që është vrarë Muhamedi alayhis salam, menduan se përfundoi çdo gjë, sepse në fakt askush nuk e don luftën, po dëshiron me arrit atë qëllimin e vet. Dhe sikur ju ruaj morali luftarak, u kry puna, u vra Muhamedi alayhis salam,
edhe domethënë filluan të shpërqendrohen. Ndërsa dhe muslimanët në fillim, pra, filluan të jenë të shpërqendruar dhe të mërziten për këtë gjë, domethënë edhe pse kishin dyshimet e veta, filluan të mërziten. Mirë po, është një rast që tregohet se xhaxhaji i Enes ibn Malikut, që quhej Enes ibn Nadhr, i sheh ata dhe i thot, pse nuk po luftoni? Armiku është ende këtu. Ata i thonë, a nuk e dëgjove që pejgamberi alayhis salam është vrarë? Atëherë Enes ju thot, edhe nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vrarë, Zoti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është vrarë. Dhe përveç kësaj thot, çka doni me jetu ju nëse ka vdek pejgamberi alayhis salam? Çka po kërkoni me jetu pas tij? Ndaj hyni në luftë dhe vdesni shahid. Subhanallah. Dhe shkon i pari, domethënë, ka armiku dhe lufton aq shumë, vret aq shumë jo besimtar, dhe në një transmetim është se i ka thënë Sadit, o Sad, vërtet unë mund ta nuhas aromën e xhennetit nga pas atij mali, domethënë prej mbrapa atij mali po m'vjen aroma e xhennetit dhe po e dëgjoj. Domethënë ky e ndin se po i afrohet vdekja. Dhe thot, o Allah, të kërkoj falje për atë që kanë bërë besimtarët, domethënë ata që e kanë largu prej aty. Dhe unë distancohem nga ajo që kanë bërë jo besimtarët. Domethënë distancohuna nga ajo që ka bëjnë Kurejshët, ajo që ka luftojnë pejgamberin alayhis salam. Dhe kështu që domethënë aq ashpër hidhet në betejë, saqë gjithë trupi i tij domethënë u ndryshua. Asnjë pjesë e trupit të tij nuk njihej për shkak të plagëve të mëdha që i kishte. Dhe tregohet se pas luftës e kanë gjetë një kufum me mbi 80 plagë. Domethënë 80 plagë në trup dhe nuk e njeshin trupi kujt ishte. Derisa erdhi motra e tij dhe ajo e njohu që është trupi i tij sepse janë njohur majat e gishtrimeve. Dhe Allahu shpalli për të në Kur'an një ajet kuranor që vlen edhe për të tjerët, por sipas transmetimeve, sipas tefsirit të disa prej tefsirologëve është pikërisht për Enesin, ku thotë Allahu, ka disa besimtarë që e kanë përmbushur atë që i kanë premtuar Allahut. Domethënë i dedikohet Enes ibn Nadhr, i cili tregon një trimëri të madhe, domethënë edhe nëse i mori lajmin dhe besoi ndoshta që Muhamedi alayhis salam ka vdekur, që nuk e ndali që të luftojë në rrugt të Allahut. Në ndërkohë, domethënë filloi të përhapet një dyshim te sahabët, a është me të vërtetë i vërtet ky lajm apo jo? Edhe filluan me kërku pejgamberin alayhis salam, ndoshta do ta gjejnë. Kështu që duke kërkuar i pari që e njeh pejgamberin alayhis salam dhe i njofton sahabët që është gjallë ishte Kab ibn Malik, i cili e njeh nga sy sepse pejgamberi alayhis salam e kishte mburojën, e kishte atë helmetën në kokë dhe afrohet te pejgamberi alayhis salam dhe thot, o musliman, gëzoni sepse pejgamberi alayhis salam është gjallë. Por pejgamberi alayhis salam i thot që të heshte, pasi nuk ishte në çdo moment e gjëja më e zgjuar mi tregu gjithëve vendodhjen e pejgamberit alayhis salam. Kështu që gjëja e parë që bëri Kabi ishte t'ia dorëzoi burrojën e tij, pejgamberit alayhis salam, që njerëzit mos e njihnin. Dhe ja veshi atë pejgamberit alayhis salam në mënyrë që mos ta shejstrojnë, sepse keni parasysh dhe mburojat njiheshin në luftë për shembull, se dikush ka qenë afër pejgamberit alayhis salam, ja ka pa mburojën, pastaj
e njëjtë prej asaj mburoje që ishte ai. Ndërkohë sahabët e tjerë filluan të boshin rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri është ai i cili filloi me nxitu ka pejgamberi alayhis salam. Dhe në një transmetim thot, nxitova thot edhe ka pejgamberi alayhis salam, por e pash një burr që ishte duke luftu dhe duke prej largu, thot e pash një burr që ishte duke luftu dhe duke mbrojtur pejgamberin alayhis salam. Dhe thot bëra dua, thash o Allah, le të jetë Talha, si me thënë inshallah është Talha. Pra shikoni dashurinë që kishin sahabët njëri prej tjetrit dhe lutet që inshallah është ai që të fitoj shpërblim për këtë gjë. Thot dërsa unë po nxitoja ka pejgamberi alayhis salam, thot një burr tjetër thot erdh me shpejtësi më të madhe dhe më kaloi mua. Ishte Ebu Ubejde Amir ibn el-Jarrah. Dhe thot të dy arritëm te pejgamberi alayhis salam dhe e pam se dy shigjeta i kishin kaluar ka mburoja. Edhe sipas një verzioni, sipas një transmetimi, një shigjet domethënë e kishte thyer atë mburojën. Nuk e kishte depërtuar për ta. Dhe kjo shigjet ishte domethënë ishte futur në faqen e pejgamberit alayhis salam, që është shpjeguar edhe më herët. Dhe kur e pan këtë gjë, Ebu Bekri nxitoi që ja largonte pejgamberit alayhis salam, domethënë duke ja kapur me dhëmb. Mirë po Ebu Bejda i lutej Ebu Bekri, tha le mu ta bëj këtë gjë. Dhe domethënë filloi ashtu ta kafshonte me dhëmbët e tij që të ndahet, kputet kjo, ashtu që të hiqet pastaj pjesa e shigjetës nga njëra anë dhe kjo pjesa tjetër që ka mbetur nga ana tjetër e mos të dëmtohej më shumë faqja e pejgamberit alayhis salam. Dhe thot në këtë rast ju thy një rrydhëm. Dhe thot kur e pam që edhe në anën tjetër e ka një shigjet të tillë, Ebu Bekri thot i thash o Ebu Ubejde, le tani mu se ty të thym një dhëmb, paktën mos thehet edhe tjetër më thehet mu. Dërsa Ebu Ubejde filloi me lut lem mu dhe e la dhe domethënë e bëri edhe tjetrën dhe ju thyn domethënë dhëmbët, 3-4 dhëmb i kishte të thyer për ta liruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë një pjesë tjetër të jetës e jetoi pa ta dhëmb. Kjo domethënë ishte një prej sakrificave, shumë sakrificave që i bënin sahabët në këtë luftë për pejgamberin alayhis salam. Në ndërkohë vjen Ubej ibn Halef në një kal dhe i thot pejgamberit alayhis salam, thot o Muhammed, unë do të vras ty. Subhanallah. Ky ishte një prej kundërshtarëve, pra kemi përmendur mos t'ju ngatrohet me Umeje ibn Halef, që ka qenë pronari i Bilalit, ai ka vdekur në luftën e Bedrit. Mirë po Ubej ibn Halef është vllau i tij dhe ky sillej shumë keq në Mekë me pejgamberin alayhis salam, bën detallje shumë vulgare me pejgamberin alayhis salam. Dhe i thoshte pejgamberit alayhis salam, unë ty do të vras një ditë. Dhe i thoshte kam një kal të veçantë që po ushqej me elbe dhe drithrat më të mirë, në mënyrë që të rritet i shëndosh dhe i shëndeshëm që të vroj ty, ndërsa e kaloroj atë. Pra një farë ngacmimi i vazhdueshëm që do të vjen dita që do të vroj ty. Një ditë pejgamberi alayhis salam i përgjigjet kësaj talle duke i thënë, jo, po unë inshallah do të jem ai që do të vras ty. Subhanallah. Dhe në ditën e Uhudit, Ubej ishte mbi të njëjtin kal që
e kishte domethënë për cilën i kishte folë pejgamberit alayhis salam. Dhe shën nga larg pejgamberin alayhis salam dhe e drejton kalin e tij përballë pejgamberit alayhis salam dhe kaloron me shpejtësi domethënë të madhe dhe kur sahabët e pan këtë blodhen rreth pejgamberit alayhis salam. Por pejgamberi alayhis salam domethënë i thot atyre jo, ai është i jimi. Dhe hidhet pejgamberi alayhis salam, domethënë rëmben një shtizë te një prej sahabëve, dhe ndërsa Ubej po vinte duke kalëruar me nxitim, dhe ja gjujti një shigjet pejgamberi alayhis salam largohet që ti shmanget goditjes së shigjetës së tij dhe ndërkohë e gjun atë, domethënë në qafën e Ubej ibn Halif, e cila ju ngul vetëm pak, pra jo shumë. Dhe në atë moment, Ubej filloi të bërtas, më vrau Muhamedi, dhe u kthy te domethënë ushtar tjerë, ishte në pjesën e ushtrisë së Halid ibn Walidit, dhe ata kur e panë thanë mos u shqetëso se kjo plagë çrrohet, se nuk është plagë e madhe, është një plagë e vogël, domethënë nuk është plagë që ta sjellë vdekjen. Mirë po ai thot jo, nuk është plagë e vogël, po është plagë vdekjepruse. Vallahi nëse Muhamedi edhe veç të kishte shty në fytyrë, ai do të më kishte vrarë dhe unë do të kisha rënë i vdekur. Pra e kupton se premtimi i Muhamedit alayhis salam po përmbush. Domethënë sepse pejgamberi alayhis salam kishte thënë në Mekë, jo në fakt unë do të jem ai që do të vras ty inshallah. Dhe me të vërtetë ky vdes në luginën e Sarif quhet kjo lugina ku ka vdek ai. Domethënë gati duke brirë në Mekë dhe nuk arriti në shtëpi, po u varros në një tokë të askujt, domethënë një tokë që ishte, pra nuk u varros në Uhud, por rrugës duke u kthy vdeq dhe aty u varros. Dhe është i vetmi i cili pra ka vdekur prej Muhamedit alayhis salam, i cili është vrarë pejgamberi. Pejgamberi alayhis salam asnjë njeri tjetër nuk e ka vrarë. Vetëm këtë Ubej ibn Halef. Dhe subhanallah është një si më thënë, një përulje shumë e madhe nëse një person pritet prej pejgamberit të Zotit. Sepse duhet ishe me të vërtet njëri shumë i keq për ta merituar këtë gjë. Dhe në librat e sirës tregohet një rast interesant, shumë vite më vonë, Ibn Umeri, pra djali Omer ibn al-Khattabit, thot ka kalu pranë kësaj lugine natën dhe ka pa një zjarr që e friksoi. Çka është ky zjarr? Megjithatë thot shkoi me zbulu se çfarë ishte ky zjarr. Dhe aty e gjeti Ubej ibn Halef. Me siguri imazhin e tij, duke dalë nga ai zjarr dhe duke bërtitur. Uj, kam etje. Dhe thot me njëherë, brapa ti, një qenje tjetër, pra një melek, me siguri, më tha, mos jep asgjati, ky është ai që profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, e ka vrarë. Pra një hadith pejgamberi alayhis salam ka thënë, zemrimi i Allahut bëhet më i ashpër ndaj kujtdo që e vrasin profetët e Zotit. Pra është një përfundim i keq i tij dhe është domethënë njeriu i vetmi i cili e ka meritu vrasjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi alayhis salam domethënë ka pasur gjakderdhje domethënë aq të madhe, plagë aq të madhe, sa që është sa ditë
atë nuk ju ka ndalë gjaku, dhe Fatimja, Allah që t'i kënaqur me të, ja lante plagët nga fytyra e pejgamberit alayhis salam. Aliu i derte ujë, por vazhdonte të rrjedhte gjaku. Domethënë, derisa Fatimja i djeg disa gjethe të palmës, të hurmës, dhe domethënë i grimcon ato, ja qet pak ujë dhe bëhet një farë paste shëruse, ja qet ato në plagë dhe ndalet gjaku. Në këtë luftë, gratë muslimane kanë pasur një rol shumë të rëndësishëm, përgjithësinë e luftrat që kanë qenë më larg, nuk ka pas, domethënë, ose ka pas pak gra. Mirë, po këtu me që Uhudi ishte afër dhe gjendja ishte alarmante, domethënë kishte shumë të plagosur, kishte të vrarë. Ka transmetime se gratë e ensarve vinë edhe fillojnë me ndihmu të plagosurit, domethënë vraponin nëpër fushën e betejës, duke i ndihmuar ata me ujë, shërim të plagëve e tjerë. Dhe gjëja e fundit, domethënë, që është interesante, është se Ebu Sufjani, komandanti i ushtrisë, kthehet pasi që ndalë, domethënë, lufta, dhe vërtet duke thënë: "A është Muhamedi në mesin tuaj?" Dhe pejgamberi alayhis salam, që ishte afër me Abu Bekrin, me Omerin, i thot: "Mos ju përgjigjni, mos i thuni asgjë." Pastaj i thot: "A është në mesin tuaj Ibn Ebu Kuhafe?" Pra për Abu Bekrin. Pejgamberi alayhis salam thot: "Mos u përgjigjni." "A është në mesin tuaj Omer ibn al-Hatabi?" Dhe këta nuk ju përgjigjen, dhe pastaj vërtet dhe thot: "Nëse nuk gjenden këta tre, ju të tjerët nuk na interesoni fare." Është një gjë për të reflektuar, se domethënë edhe ky Ebu Sufjani, që në këtë moment ishte komandanti i ushtrisë Kurejshe, pra s'ishte hiç musliman, e kishte kuptu kush janë më të rëndësishmit pas pejgamberit alayhis salam, Ebu Bekri dhe Omeri. E si ka mundësi, domethënë, disa grupe devijuara të thonë se ta shajnë Ebu Bekrin, ta shajnë Omerin, Allah në falë, domethënë, për këtë gjë të tyre që e veprojnë. Dhe ai thot: "Ne i kemi vrarë të gjithë." Atëherë Omeri nuk mund të durohet pas kësaj, nuk mund ta përmbaj zemrimin e tij dhe vërtet thot: "Po gënjen o armik i Allahut, sepse me të vërtetë Allahu i ka bërë të tregta që të jetojnë. Dhe ata, domethënë dhe ne tret, kemi me mbet gjallë sa m'ju dëmtu juve prap një ditë." Kështu që kur domethënë Ebu Sufjani mori përgjigjen se ta janë gjallë, atëherë tha, domethënë deshi ti ngacmoj edhe më shumë. Dhe tha: "Hubeli është më i madhi." Hubel pra është idhulli i tyre. Dhe në këto momente pejgamberi alayhis salam i thot shokëve të vet: "A nuk do t'i përgjigjeni?" Pra më herët tha mos i përgjigjen, tani po thot: "A nuk do të përgjigjeni?" Dhe i thonë: "Çka ti themi o dërguari i Allahut?" Po thuani: "Allahu është më i madh dhe më i fuqishëm." Pra, ky që thot Hubeli është më i madh, thuaj Allah është më i madh dhe më i fuqishëm. Pastaj Ebu Sufjani thot: "Ne kemi Uzan e ju nuk keni." Domethënë ju e keni veç një Zot, e ne kemi edhe Uzan, idhullin tjetër. Ndërsa pejgamberi alayhis salam thot shokëve: "Thuni Allahu është Zoti ynë dhe mbrojtësi ynë, dhe ju nuk keni mbrojtës." Dhe Ebu Sufjani thot: "Tani ne u hakmarëm. Kjo ditë është për ditën e Bedrit. Lufta është me fat të ndryshueshëm, domethënë herë ju mund të fitoni, po mund të fitojmë edhe ne." Pra, Ebu Sufjani po thot në një farë mënyre që ne e kemi fitu këtë luftë,
dhe ju kemi hakmar juve për atë që ne keni bërë në Bedër. Mirë po, Omeri radiallahu anhu thot, nuk jemi të barabartë, të vrarët tonë do të hynë në xhennet, kurse tuaj do të hynë në zjarr. Pra, si mund të jetë kjo barazi? Do të thënë, kjo botë është e përkohshme, na vresni dhe ju vrasim, por më rëndësi është përfundimi. Ata në mesin e muslimanëve edhe që kanë vdekur, prap janë të gjallë sepse janë shahid. E kanë shpërblim shumë të madh tek Allahu. Kanë shpëtim, kanë domethënë xhenetet e larta, kanë nder të madh tek Allahu në botën tjetër. Ndërsa ata që janë mundu mi vra besimtarët vetëm se thanë Allahu është Zoti ynë, ata kur vdesin, përveç humbjes që e kanë, humbje të jetës, humbja më e madhe e tyre është se përfundojnë keq në botën tjetër. Ktu është një gjë domethënë për tu reflektuar se si pejgamberi alayhis salam në një rast në pyetjet e para i thot mos u përgjigjni, ndërsa në këto pyetjet e dyta i thot as ju përgjigjeni. Domethënë Ibnul Kaimi e jep një komentim për këtë gjë dhe thot kjo tregon se pejgamberi alayhis salam kur ishte për ata vet, domethënë nuk e shihte shumë të rëndësishme që të mburret para tyre, thotë jo more na jemi gjallë, ëh. Mirë po, kur përmendën idhujt, kur u bë shirk, kur dikush, domethënë kur Ebu Sufjani po e bën idhullin më të madh se sa Allahun, atëherë për këtë gjë reagon dhe thotë a nuk do t'i përgjigjem. Pra, për ta ngritur Allahun subhanahu wa taala për ta thënë se ai është i cili është mbrojtësi i neve jo idhujt, pejgamberi alayhis salam i thotë përgjigju. Pra, kjo është thera për luftën e Uhudit, pjesa e katërt, lutë Allahun që t'i shpërblet me të mirat e tij për dëgjimin, për vëmendjen dhe lutë Allahun që të jetë prej mësimeve të dobishme. Allahu na fal gabimet që i kemi bërë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.